Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Vazhdojmë me tutje me pjesën e mbetur të emrit Allahu xhallahu ala al-Muhit. Përmendëm në pjesën e parë një nga dhe atje përfunduam për një nga ndikimet e rëndësishme të emrit Allahu xhallahu ala al-Muhit në jetën tonë të përditshme. Dhe përmendëm se nëse njeriu e kupton se Allahu xhallahu ala është ai që i ka në dorë krijesat e tij dhe i ka përfshi dhe janë të rrethuar nga gjitha, nuk kanë ku të ikin post tek ai, atë njeriu i mençur duhet që ti dorëzohet Allahut azza xal dhe që ikja e tij drejt Allahut të jetë ikje drejt mëshirës nga dënimi, e jo ikje prej mëshirës në drejtim të dënimit, Allah na ruaj. Prandaj takimi me Allahun xhallahu ala është i pashmangshëm dhe është i domosdoshëm. Po njeriu do të përcakton drejtimin që do të dalë Allahu xhallahu ala në takim. E mirë ai që subhanallahu i dalë Allahut në takim nga dera e mëkatit, i dalë Allahut në takim nga dera e rebelimit, nga dera e mosnështrimit. Ndërsa i lumi ai që i dalë Allahut përpara nga dera e mëshirës, për ulës dhe nështrimin ndaj tij. Andaj një derë kime e hap, ja këtë ja atë, por të përzgjedhëm të hapim derën e mëshirës që të mëshirohemi tek i gjithë mëshirshme. Dhe kemi përmendur se gjithashtu në kuadër të kësaj duhet besimtari që të sheh disa prapaskena, jo të mjaftohet me skenat e jashtme që duken e që fatkeqësisht i kanë mashtruar shumicën e njerëzve. Andaj vetëm nëse shkojmë për te skenave dhe shohim në realitet çfarë po ndodh, atër me të vërtet vëllai mund të shohim shëmtueshmërinë e gjunajt, mund të shohim se sa të shëmtuarët këqij dukemi në momentin kur ne i bindemi urnëve të armikut ton, kur ne i largohemi Allahut azza xal. Në çfarë do të rrafshi? Dhe në çfarë do të distance? Çka do qoftë ajo? E vogël apo e madhe? Sa e shëmtuar duket atë kur njeriu nuk i porult Allahu xhallahu ala. Dhe sa e bukur është ajo pamje e sken që shfaq dorëzimin e robit ndaj Zotit xhallahu ala dhe shtrirjen e dorës së pajtimit. Para mendo për shembull subhanallahu na sa emocione mbledhen, sa dashuri, sa rahmet, apo çfarë pamje e bukur na duket në momentin ku për shembull pajtohen dy vëllezër që kanë qenë në armiqsi, kanë qenë në luftë, apo dhe publikisht në televizor për shembull njëri tjetrit ja bojnë halal, ja falë atë. Kjo falë sa na duket e madhësore. Ato pame që po i shohim nga era të falive që po ndodhin, alhamdulillah, me iniciativa të xhallarëve, njerëzve të mirë, sa janë të këndshme këto, sa janë të mira. Se nuk po vazhdon konflikti, nuk po vazhdon urrëtia, po fillon një kapitull i ri i raporteve, njëri me njëri. Sa është e mirë kjo apo? Tash këtë skenë merr edhe ngrihet në nivel tjetër. Apo sa është pamje e bukur dhe skenë e mirë, apo kur nuk vazhdon me konflikti me Zotin xhallahu xhelaluhu, me urdhat e tij, me fenë e tij, por është një faqe e re e pajtimit me të, një shtrirje e dorës për kërkim falje, nga ai që vazhdimisht ja kemi shkel parimet dhe udhëzimet e tij që i ka dërguar për të mirën tonë. Dhe kjo falje e njerëzve që na bën përshtypje neve dhe na mbulon emocione dhe dëmshmëri është në favor të dyja palëve. Dy të përfitojnë. Dhe sa është e mirë kjo apo? E çfarë të mëmëna kur një falje ndodh dhe veç një palë përfiton. Krejt ajo që fitohet në falje, krejt i shkon dhurat një palës. Pala e tjetër s'merr kurrë pjesë ajo. Në këtu s'kena në rëndësime i vendos. Për këtë arsye Ibn Qayyim rahimullah shpesh herë thot, kjo i ka këtu skena. Kjo i ka këtu skena, kjo i ka këtu pamje. Që ta shohësh ti nga gjitha anët apo se si zhvillohet ngjarja. Për të qenë dije për atë që po ndodh. Dhe kjo është një kuptim i rëndësishëm i emrit Allahut El-Muhit. Gjithashtu padyshim se njohja e Allahu xhallahu ala me emrin El-Muhit besimtarëve u kthen krenarin dhe guximin për të kuptuar se apo sado që ndoshta mund të jemi të rrethuar, sado që të jemi do të ngulfatur nga ata që nuk na dojnë të mirën, sado që na janë afruar, ta dimë se Allahu xhallahu ala është pas kësaj apo ai është
i cili i ka në dorë të gjitha. Dhe vallahi sado që një mendje madh, sado që një uzurpator, sado që një diktator, sado që një mizor, zullumqar, sado që ai të bën të këqija, ta din se vallahi së shpejti do të bindet apo se ka qenë i rrethuar. Ka qenë i rrethuar. Dhe paramendoje për shembull kur një njeri është i rrethuar apo nga dikush, por merr lajm se një ushtri e fuqishme është nis, gati është u afru me ardhën. Edhe pse është i rrethuar, ndihet i qetë atë. Rahat, ju ngacën këta. Erdhën. Apo obsesionuar ande, sa ndihet komod, sa lirohet nga presioni i këtij rrethimi për shkak se po i vjen ndihma, po i vjen përforcimet, po vijnë përforcimet atë. E çfarë ta merr për një rrethim i cili kur nuk jeket, nuk ka nevojë me e thirr, ai aty është. Apo gjithmonë që aty është apo. Për një përforcim që gjithmonë e ki aktiv, gjithmonë e ki prandorës të ndaptën. A ndihesh i zgënjur, a ndihesh i dëshpëruar, a ndihesh i friksuar, kur vallahi. Po ta përjetojmë si duhet këtë rrethim. Një herë pa ndodhur me pyet dikush për një problem që e ka apo. Duke thënë se njeriu kur është për shembull situata e caktuar thotë po ndi frikë. Për shembull kanë dëgjuar për e gjin, kanë dëgjuar për shajatin. Dhe zakonisht subhanallahu këto mohabete kur bëhen të njerëzit kanë një mujtë s'flenë tutën e çka ka bëu vakia, diçka që nuk ja vlen me dinë shkollë, absolutisht hiç nuk ja vlen. Hiç ja vlen për ta as më mërzit hiç bile. Apo po njerëzit nga mungesa e diçkafit, pastaj shfaqet interesant bëhet kjo puna atë. E tha po mduket tani që ka po shkoj janë, ka po shkoj. Pse po mendon që ata janë? Ata janë. Po apo mendon që dikush është aty tjetër? Ashtu para mëna për shembull që aty ku po mendon se ka e gjin. Para që në dy fish me laçe më shumë se ata ka. Allahu akbar po Allah. Subhanallah, halasët e përmend, thotë sar po ngacmon veç ata po ja thon po qetson apo. E thash tash thuju që edhe Zoti me laçeve dhe gjinëve që aty apo. Apo e tash sa qetsosh apo muhitun bihim. Apo këdi ka rrethu Allahu te baraka taala apo. Suni kurrë piti apo. Apo sa do që të afrohet dikush Allah është më afër. Sa do që të ka rrethu dikush Allah e ka rrethu atë edhe më fort. Dhe kjo wallahu min waraihim muhit. Sa Allahu është ai që i ka rrethu pas rrethimit tyne apo. Ai është që i ka në dorë komplet apo. Ata nuk mund të lëvizin në asnjë drejtim pa lejen e tij, el wakil. Apo leja mirët për nalt njëre për lëvizje poshtë apo. S'ka mundësi vendimmarrje vetanake me marr private. Ja s'ka mundësi. Nga sa ai që i ka rrethu u ka kurzu vendimmarrjen me lejen për tij apo. Nëse për forcime që ti ki për forcime kanë leju që ai që të ka rrethu me lëvizje të them caktum, ata mërmena që për forcimet kanë ardhur minimu rrethuesit atë rrethuarit. Apo dhe nëse lejon që ai që të ka rrethu me lëvizje të them caktum, ata mërmene sa është në drejtim të ngulfatës apo çlirimit, nëse është me lejen e përforcimeve. Ama kjo është skenç duhet me pa. Nëse shohim këtë, se fatkeqësisht shejtani është ai që e bën punën e vet. Apo, është ai që të punë ka, me bë vezvese. Vezvese është një perde që pamundson pamjen reale të asaj që ndodh atë. Ata që po njëri vezvese çka ka, por çka që s'është realisht. Andaj kjo vezvesja është skena e shejtanit. Që realisht s'ndodh çashtu, nuk ka çashtu ata apo. Sa njerëz ka vezvese në abdes e kumprish, kur e kthy se ka prish. Domthon, po të ka thotë diçka që s'është realisht, po me të bëj ç'është. E për çfarë arsye? Li yahzun alladhina amanu. Që kjo është, këtë epilogu i kësaj lufte është li yahzun alladhina amanu. Që ata që kanë besu kur më smilon rahat ato, gjithë me kohë mërzi, me tut, me dëshpërim apo ti në esencë je lumtur, je në detën e lumturisë, apo e pa ai që aty don që ti i rrethu me begati, pran begati me kon me met i uritur ato. Ata ti ai që rrin i uritur për lëmjoti, ama begatit për mos me kon i uritur janë të mjaftueshme për rrethja apo. Allahu xhallahu ala na ka rrethu me begatit mjaftueshme që na me kon të lumtur apo. Allahu na ka rrethu me begatit mjaftueshme që na me qenë të ngopur. Allahu na ka rrethu me begatit mjaftueshme që na mundi të sigurt. Në qoftë se në ditën e sigurisë prap ki frikë, atëra problemi vetë Allah, se si të shikojmë pa me dorë, skena që po shfaqet është frikë e trilluar imagjinare, s'është reale.
Nga se cila është reale? Frika ndaj Allahut apo frika ndaj shejtanit? Cila është reale? Frikë tamam, që duhet, tamam, që kjo për çeta ja vlen, cila është reale? Ndaj Allahut azza xhala apo? Nuk ja vlen mutuat për shejtan 1 sekond, tepër është. Frikë me pas, 1 sekond tepër. S'ki për çka, se këtë trillim imagjinat, realisht, apo këtë çka të s'u ne bën vallahi apo. S'u ne bën. Por vetë se për forcime që nërë ka thonë, le të bënë se ja kemi qitë dikun të tërë në kurth në këti njëri. Le, apo, din të që banë pra. Apo, përna ti nuk je ekspert lufte. Wallahi, so sene me bo me i këthy, pe dënja e që i dim, në rafshin në raport me Allah në gjellë uala, so s'kenat mrekullush me shfaqin apëtan. Ti para mëna, je i rrethun pe dikujt. Je i rrethun pe hajneve. Edhe ka arë, jo policia, ka arë ushtria e shtetit i ka rrethu ata apëtan. E tash është generali ka ardhë, aty generali supremi i ushtrisë, po e menaxhon situatën apo. E ti pyetësh, o janë të shku kështu, pe shoqë po shkon unë pe lo vet apo. Qysh më, po ja kom qit diçka atje se bash po vjen gjithatë ata më shku apo. Apo, edhe pse ata po shkojnë drejtim që ty secon, ti nihesh i qet. Pse? Pse dikush ja u ka qit rrethin dikun apo. Andaj edhe të gjitha vezvesve shejtanit ja ka qit Allah rrethin dikun, mos i gala apo. Apo ka më psu dikun. Vallahi nëse na nuk i përgjigjemi vezveseve të tij, të gjitha këto janë plumba kundër tij apo. Krejt janë kundër tij apo. Nga se edhe vet akti që aja ka bën fillim, apo për me ngrit vetën e tij ka qenë në të vërtkujna. Për vërtë Ademit a.s. ka qenë apo. Nëse ka qenë disa vërtë të shejtanit apo. Se s'ka dosh me abu Ademit a.s. apo për çka se ka bëu këtë punë? Për të mirën e vetes vet. Apo edhe s'ja ka qelluar aftën. Ka gabu, keq ka gabu aftën. Ka dosh me porul Ademin alayhisalam, apo duke ngrit veten, ka ndodh komplet e kundërta. A ka ditë Allahu xhallahu që kom ja bëu kështu? Po, lana aftën. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Në këtë ndodhi Allah në Bekare, thot, unë e di çka ju nuk e dini. Unë e di ato çka nuk e dini. Me laqet ka thonë çush po dërgon një bën fesade. Pret nëse, ka më ndodhë një ngjarje, keni me pa që mirë kona pëtë. E si ka ndodhë, e kam pa që, apo, është faq me ndje madhi, u dalë munafiku, apo, ndeli miri, këto ngjarje, dalin këto skena, ama na nuk i shohim. E duhet marrë një provokim, një lëvizje caktuar, që i shfaq këto apën. Andaj Allahu muhit, Allahu xhallahu ala i ka në rrethim, çdo lëvizje që a mundson, apo, as Allahu xhallahu ala thot në fund të Surës Al-Imran, ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Mos u mashtrati me grupime dhe lëvizjet ato që kanë mohuar për vende të ndryshme. Shkon këtu, grupun këtu, natën këtu. La e gorrën ne këtu. Ti mos u mashtro me këtu apo. Absolutisht ti si të vesh me këtu punë apo. Nga se janë të rrethum. Ti siguroje për krohen e atij që i ka krejt në rrethim. Çaja është e jotja. Nëse e siguron për krahjen e ushtrisë, apo çka të bëjnë hajnë ata? Absolutisht ata. Përkundrazi ata. Në këtë rast për shembull, apo paramendon një vend që hajnat po do me sulmu. Mbrana njerëz e fortifikuar dhe ushtria i ka rrethu helikopterat ata. Kjo bëhen gjëra ndërkombëtare ata. Ti buosh në qendër të vëmendjes apo marrësh. Këtë botë apo çe. Apo dritat e këtë botës nuk ishin kthy mos me kon ky rrethimi i parë ata. Andaj Allahu xhallahu ta çon si rrethimi me të botë njohur, tek Allahu xhallahu tek melajket, me të hap një vend xhennet, se pa u bë ky luf, pa u bë ky zhvillim, s'e kon kërkuar se është njoft Allahu. Apo po ndodhi për plasën, ndodhi sen, bosh lajm qiell. Apo melajket çfarë muhabeti kanë tjetër pas se sa i puna apo. Melajket në qiell çka flasin? Për çka flasin? Po kanë hadithin e Ibn Abbasit. Fima yahtasimu al-mala'u al-a'la. Për çka bisedojnë paria e lartë? Për çka flasin? Ha? Po ata flasin për punën e qiellit të Allahut. Ata flasin për el-mukaffirat wa darajat. Flasin çka i fal gjinat e çka i ngi drejt. E kujt ja fal gjinat? Për vetja, po ata s'kan te melajket nuk kanë mukaffirat. Te melajket sa miliona e miliarda melajke bojnë muhabet e çka ja fal gjinat që ti njërin tokë apo. Ja fal që kjo, a përshë, qëre kjo u pendu, që kjo u këthy, ata shojnë një zhvillim një ngjarje apo ti e në qendër vëmendjes apo. Ti bosh lajm qiell
për betejat që i bën këtë dunja apëton, në emër të Allahut azza wa jalla apëton. Subhanallah, shikoj çfarë skenë e madhe, si i vetmuar me vëlla. Nuk është kjo prapa skena, nuk ka në terr. Ti mund të qenë i vetmuar në dunja, ama ajo çka ti nuk e sheh, shumë skenë tjetër apëton. Është krejtësisht zhvillim ngjarje tjetër që po e pa ndihesh kenar veç vetë me kon apëton. Çata kjo është e lidh me kon? Kjo është me çka e lidh këtë kjo? Me tauhid. Apo është me tauhid. E shikoni tash këto çka e thash, po du me pru të një njeri. Ajo është Ibrahimi alayhis salam. Inna Ibrahima kana umma. Ibrahim asum ka qenë ummat. Ummat sa numerikisht, sa bujnë një ummat numerikisht. Nëse janë për shembull 100 milion njerëz, mas asaj ai thuhet diçka tjetër, o pat jo ummat. E 100 miliard njerëz, o pat jo ummat. Apo nuk përfundon kur numri i fjalës ummat. Këtë pa përfundim numerikisht të njerëzve, Allahu xhallahu ala këtë term që nuk ka përfundim, nuk ka përmbyllje numerike, këtë term e kap në njëri. Apo që kjo kon ummet aftën. E me çka u kon kjo kon veç vet. Ku e ke qit kjo kon si mi pas 100 milion njerëz me vetë aftën. Ummet të kon. Ky se ka pas gola o vetë me kon është, apo a ka për kraj për njerëz, ai ka pas, ka pas. Ky se ka pas këtë gola aftën. E me çka e ka rregullu ky? Ky s'ka pa njerëz e usil se me i pa. Me çka? Me tauhid. Tauhidi i pasën Allah xhallahu ala ja ka hap do skena që mungesa e tauhid e zbe pamin. Sa më shumë zbe tauhidi, ma dopt shaptën. Sa më i qartë tauhidi, i shet sanat këtë ndryshe vallahi aftën. Këtë kuptim tjetër ndodh aftën. Këtë tjetër përkraje pastaj ti e sheh. Këtë tjetër ngjarje ndodh, këtë tjetër çka aftën. Këtë tjetër çka aftën. Prandaj edhe, domethënë, nëse besimtari jeton në hinë e kësaj, e din me vallahi e din se sa melek tregtojnë ty aftën. Po ti vallahi me ditë sa melek Allah i ka autorizuar me të rujt, mos e marrën thun tokë, ta ruajnë komën ku me shkel, po ti me sy mshël kështu ec afta. Me ditë njëri këtë punë, apo? Me ditë njëri besimtari. Ama me bindje me ditë kur Allahun e përmend, dhe për këtë përmendje Allah i ka garantuar kujdes dhe rujtje. Me bu me bindje me ditë që ta aftën. Wallahi billahi, çdo vendim botë që këtë botë më kundër teje, ti flan thush veç çka çotë më çoni pe gjumi se kam shkuar punë atë. Apo nga se, ama normalisht tash, po normal na jemi njerëz, na kop apo se jemi njerëz, por po them se i investimi në këtë drejtim që të çon atë. Sa më shumë të investosh në këtë drejtim, e një Allahun me emrin El Muhit, apo e investon në tauhidin tënd, rezultatet kanë me konë këtë drejtim duke ushtuar apo. Sa është e mundshme këtë me e arrit, o diçka tjetër. Mirë, po në këtë drejtim çojnë deri në këtë shkallë. Nëse Ibrahimi asom ka qenë njëri. Apo andaj kapacitetet njerëzore janë të mundshme me arrit deri në këtë shkallë apo. E po normalisht, po dallime mes njerëzve, pejgamberëve kështu me radhë. Prandaj El Muhit është ai i cili na e kthen shpresën, na e kthen kënaqërinë, na e kthen guximin. Na e kthen trimrin, që fatkeqësisht ka humb përballë shumë gjërave që nuk po kemi guxim me i thonë nefsit ju. Prej ndikimeve të emrit Allahut El Muhit, lëndëruar është gjithashtu edhe se çdo vepër që e bëjmë, e vogël apo e madhe, apo ajo është tek Allahu xhallahu ala, s'dal jashtë. Sikurse e kemë rënë të emrin Allahut El Hafidh. Aja është ruajtësi i veprave. Edhe El Muhit është ai i cili me diturinë e tij ka përfshi apo çdo gjë që ka të bëjë me veprën, para saj, gjatë saj dhe pas saj. Andaj kur dikush e bën veprën, Allahu e din që po e bën. Apo po El Muhit, dituria e tij ka përfshi edhe njohjen e njëjtit që të ka shtymë me këtë vepër atë. Andaj El Muhit na bën të kujdesshëm se çfarë ne kemi në zemrat tona atë. Çfarë qëllimi kemi me këtë vepër? Çka synojmë me këtë? Nga se jo veç atë aspektin e jashtëm që Allahu e shet të veprat tona, apo po Muhit, ai Allahu te bareka ve taala
i din detajet e detajeve të detajeve të detajeve deri në infinit, që shtot pafund të detajeve të veprës tona. Ai e din. Edhe atëherë kur njeriu mundohet me e mbulu këtë detaj, apo Allahu xhallahu ala e din. E din. Prandaj nuk është mirë njeriu me jetu në mashtrime dhe në gënjeshtra. Sikur se jetojnë shumica e njerëzve apo, jetojnë në rran. Wallahi shumë njerëz jetojnë në gënjeshtra. E din se po e rran vetveten e tij, por s'ia pranon vetveten këtë rran kur apo. Se me bu më uthrru pak më thellë në një dialog të brendshëm, nuk i del hesapi që shpërnon ai që duhet mërnuar. Kur? Absolutisht. Mirë po e kam vendosur një lloj mbulese mbi realitetin duke menduar sikur do thot ajo kafsha e cila do të thonë kur është në rrezik mendon se futja e kokës në rrë e përthon për rreziku apo. Është një kujtës për çka po bova kia. E pse tani e kafshon luani ose e kafshon në një pe kafshë dhëmshkyse si bën përshtypje. Po ashtu të hongër se më rëndësiu në kujtë kom tukën speshaptën. Dhe plot njerëz tu e pasur tu i kafshu e keqja, shejtani i ka marrë e keqja, e ka shtyr kujt në rrë. S'do më pa aftën. Do më pa ai veç kënaqësinë e vet aftën. Po e shohin se po ju kafshuan familjet, apo po ju prishet morali, po ju prishet jeta, apo për shkak të mënyrës së jetës që kanë zgjedh dhe e kanë fut kujt në rrë, as do mëni, as do në bu këtë muhabet, me bu veç pimrena pak me thonë dikush, po këqyre mëre ku po të shkon vajza, këqyre mëre, që që po ndun me këta, apëtan, kjo është dialog tërësisht i mbyllur dhe i heshtur, nuk ndëgjohet kërkon. Nga se veç pak 2-3 fjallë me i bo, apo, me herë fillan me lutë kryt. Allah e bo fëta që nga ka gjithë. Apo, ama dënë me jetu në ranë, heq që perdën Allah, heq që perdën, këqyre realitetin, se nuk të krymë pun e mlove se mlove, se Allah është el muhit, aje din për çka ke bo ti ndaq arsjetohu, ndaq mosu arsjetohu, ndaq shtirë, ndaq mosu shtirë, nuk do t'jetë gjykimi në bazë të asaj që ti e ke shfaq, po në bazë të asaj që el muhit e ka rrethua, e ka shenu, qëto është, qëto është të zape, qëto është problemi. Prandaj edhe na ka herë, apo, kur e bën njërë në ingjizim të mjeku, edhe në i pik e zezë, po më në kuptim të virusit, apo smundës, apo diçkafit, nuk ka qef mi u shfaq të këzone e zemrës, apëtan. Kësh pas qef mi u shfaq të këzone e gjurit, komës e të poshtë, sa malal. Dhe kur shfaq të njëzimi, apo, e ignoran tërësish zone e zemrës. Zdo me këshyra tja, apëtan. Këshyr ko ka gjunë, s'pas ka shoqyri, alhamdulillah, apëtan. Apo, fakti që të spekëshyr, apo, nuk ja anulan ata atja, apëtan. Andaj shumë smunet zemrës nuk e të shunë ato, se s'po kem qef me i pa ato. S'po kem, ato realisht egzistojnë, ato el muhit i ka rrethu, i ka shenju, a i din se janë, a i po i shenë se po janë probleme serioze në zgjidhjen e problemeve tona, po janë seriozisht probleme, edhe na po janë shkalojmë, po thu se s'janë më rapër. Ja më s'po kanë qef me besu në apëtën. Apo, s'po kanë qef me besu. Sikurse Gomari, kur e ka zonë në prit ujku, ka thonë, shpresoj t'jem në ëndër, apëtan. Po më do këtë ëndër halën, të fletja më në apëtan. Dhe plët njerës, a i përshaj që në shgondër t'u shkatru, edhe e la ka që më kënë, ja më përget ëndër e kjo punë, apëtan. Se kur qonë, atani normal ka me vazhdu, apëtan. Nëse kur zgjohet, do të shetë diçka ma keq, sa e që ka po në ëndër, si bastia, apëtan. Nëse do të shë, ato që ka Allahu Gjallahu Ala thot në surën Yunus, ai që nuk mirët me këtë problem, ai që nuk e njeh Allahun el Muhit në veprat e tij, në trajtimin e problemeve të tij, në shikimin e tij ku duhet, atje ku e din se Allahu e din. Dhe i anashkalan dhe i neglizhon këto tmeta, shikoni Allahu xhallahu çka thot për ta njerëz ato. Allahu thot në surën Yunus ajetin 27. Walladhina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Allahu thot ata që kasabu. Kasb gjuhën arabe i thot fitimit. Apo kasaba ka fitu diçka. E fitimi çysh vjen? Çysh fiton njëri Allah? Në shkëmbim të diçkafit, apo? Nga se ajo që t'jepët dhurat, si thot, e kon fitu.
Apo se e konfitu, do më thonë, ka pas një mund, ka pas një penges, u dhoni farloj përpjekje, e fitova. A në kesebu, se jetë, ata që kanë fitu të këqia, në shkëmbim me qka, që kanë jep, qëfar të këti e kanë bëhë këta, i kanë jep të mirët e veta për të këqijat e shejtanit subhanallahu. Gjezau sayyi'atin bimithliha. Çdo të keqe që e kanë fitu, shpërblimi do të jetë i njëjtë me çka kanë fituar. Keq me të keq. Apo keq me të keq. Tash ti mund me mbajt i myt, çore na bëjmë keq, po Allah rahmet, ani ti rriç të myt. Ti rriç çdo, ti bën keq e prit mirë. Sa dush ti bën kështu. Ama el muhit thot i rrethum je. Kam e kon këtë ndryshe e sape. S'është që thosh po këton ti. Se unë e di që ti e din që të bëj keq. Andaj sillëm ato çka të një Allahu, jo me ato çka ti e don vetën tonë me pa opton. Pranoj që to që janë, çysh më mua Allahu. Ti po ke të pëlqen që të një ai. Po që ajo piknisja e përmirësimit. Nëse të i kalimi kësaj kaptine, kësë s'po ndodh, hajde se na bën, hajde se këtu se na, Allahu thot jazau sayyi'atin bimithliha. E keqja çysh e ke bëu opton. Po të kallëzoj, se el muhit të ka përfri Allah në dhja. Pasoj thot, wa tërhekuhum dhilla. Tërhekuhum dhilla. Irhaq, ose tërhekuhum, këtu, gjënë arabe është një lloj përfshirje totale. Dhilla e nënçmimit dhe poshtnimit. Që Allah po thot, ndalit këqijat se veç keq ki me gjithë. El muhit. Ashtë i përdej se po të vjen për dikuj që të një e mirë. Mosë mëna, po qura një jashtë po bëj, unë e dim, el muhit e din këto, e din ato, këtë e din ato. Ashtë këtë bëj me dikan që të ka rrethu nga gjitha anë me din e ti. Absolutisht s'ki kamin nga dhja ti. Ai po thot jazau sayyi'atin bimithliha. Ai po thot se shpërblimi të keqës është e keqja. Ai po thot se ti po don autoritet, ti po don ngritje në këtë mënyrë, Allahu ka me dëvesh me petkun e nënçmimit dhe poshtnimit, mos ujtën çka u bën këtu. Tarhaqum dhilla. Dhe ma keqja nga këtu, e para e dyta që ceka është ma lahum min Allah min asim. Nuk kanë më pas mbrojtje pe Allahut azza wa jalla. Ti sot tek njerëz mbrohesh, apo unë vallaj çto dashta, unë vallaj këto e po ta qëllim, unë kam menu, unë kam dasht mbrohesh. Apo mbrohesh me punë tjera. Shumë se në mbrohesh tek Allahu xhallahu, mbrohesh tek njerëzit ato. Allahu po thot ai që është el muhit. I rrethum yakun, mos harro këtë punë ato. I rrethum yakun me dijen tëm, këtë kom ditë ato. A ne skim mbrojtje. Mbrojtja çka i duhet njerit në dunja? Pse i duhet mbrojtja? Pse gjykatësi nuk i din rrethona çka ka ndodhur. E duhet një mbrojtës me kallëzues ka dalë se njëri bën zullom, sa që thotë shpall prokurori. E pi anjat, e duhet një mbrojtës për çka? Për me qisë të atën shesh. Po kur gjykatësi është el muhit, zvynas mbrojtës kurrë. E di çka kimë mbrojt, po e di kush është ky. Apo ma lahum min Allah min asim. S'ka mbrojtje. S'ki ka mbrojt ata. Allahu thot ka'annama ughshiyat wujuhum qita'an min al-layli mudhliman. Subhanallah. Thot kanë me pas fytyrat e tyre. A dit sikur më marr një cop anës së errët, nata e errët shumë errët apo më marr një cop asaj natat e errët më janë gjithë fytyrët tina ato. Ka'annama ughshiyat wujuhum, po thuhet se janë ughshiyat, janë përfshi qita'an një cop qita min al-layli nga nata mudhliman, nata e errët, jo çdo natë, nata shumë e errët, pa han, tërësisht e errët. Apo ja ke marrë një cop, kësaj errësire ja ke dhënë fytyrës ato. Në qitë ersir kërnua, përën. Qitë ersir këtua, përën. Ulaike ashabun nari hum fiha khalidun. Këta janë banorët e zjarrit të xhenimit, në te do të mesin për gjithmonë, përën. El muhit për të thrat të i përgjigjë realitetit. Mos jeton nga një jeshtra. Apo nëse kanë më ushfaq të gjitha, përën. Ka me dalë krejt. Jeton me realitet. Apo, vallaj, këtë e rënd vetë vetën. E rënd dikan, se unë e kom këto qëllim, unë e dashta. Këtë e kia, përën. Nëse nuk i kthehemi vetvetes tonë, dhe nëse nuk i kthehemi sinqerisht veteve tona, por të marrë me probleme që i kemi serioze dhe shtiremi rajshëm
se kemi kaluar, kemi bua e dim, el muhit në kërcënan. Në kërcënan se e keqja nuk tjetërsohet. E ke pa këtu ka lanë në këtë dunje, tjetërsohen. Mas 2 vjetëve tjetërsohet, apo kalon dikun tjetër. Nuk thiren heq për, ka kalu dikun kjo landë, apo te Allah nuk tjetërsohen landët, apo çaja jetë, e keqja është e keqja. Gjithmonë, derisa ti nuk e bën të mirë. Me pendim, me pajtim, e me punë të mira tjera që e zavensojnë këtë keqje me të mira. Prandaj el-Muhit na tregon se krejt është në e përfshirë në dijen e Allah xhallahu ala. E mbi të gjitha njeti jonë. Allahu e din kush je vallahi. Allahu e din çfarë njeti kiti. E din Allahu xhallahu ala. Andaj vëllezëruar të zhveshim petkun e gënjeshtrës. Ta zhveshim petkun e mashtrimit, të jetojmë në realitet. Apo ti bindemi Allahut azza wa thirrjeve të tij që ta përmirësojmë veten tonë drejt asaj që e dim na se duhet ta largojmë nga zemra jona. Kjo është thirrje që na e bën emri Allah el-Muhit. Dhe ndikim tjetër që dua më përmend në kuadër të këtij emri ndëruar el-Muhit është se Allahu xhallahu ala rrënjë kësaj fjale e ka përmend në ajetin më të madh kuranor atë. Apo në ajetin më të madh Kuranit, në ajetul Kursi, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ai këtu është el-Muhit. Çka kjo wala yuhituna bi shay'in min ilmihi? Ihata tham është me ditë diçka atë. Shikoj subhanallah. Allahu xhalla xhelalu thot se mundësin për të përfshi ju në një njohuri bishejin, që kjo bishejin sa është e vogël, në diç nga dia, s'ka thonë wala yuhituna min ilmihi. Ja, kjo është e pamundshme, kur s'mund është as, apo edhe me mbohu është e tepërt. Edhe me mbohu është e tepërt. Me thonë Allahu xhallahu ala për shembull, nuk kanë mundësi me përfshi dijen e Allahut azza xhel. Edhe me mbohu luks për ty joptë. Po kanë bishejin min ilmihi. Bishej, kjo bishej, diçka nga dia. Edhe ato pak nga dia që e keni, edhe ato e keni, so a jep leje me ditë jepta. Apo, ajt ka rrethu me dijen e ti, edhe ajt mundson që me ardh nga dia e ti, ty, ajt sot dën veç jepta. Ti ke me kuptu so ajt dën, jo so ti ki kapacitet, jo so ti dën. Andaj shiko Allahu xhallahu ala subhanallah, mrena një njohje veç. Sa kategorizimin e njerëzve bën për të na kallëzuar se unë e mësoj kënd sa dua. Për shembull, me pas dallim mes profileve, për shembull apo mjeku din çikaq e inxhinier din çikaq, apo ama dy të janë drejtime të kundërta. Edhe kjo është mahnica, se sa Allahu këtij kap, sa këtij kap. Parëmëna mrena një profesioni, mrena një degje, mrena një lamije, mrena një njësie të caktuar. Për shembull, me marë në aspektin fetar, të çështja e namazit. Sa do që dikush e një namazin mirë, rregullat, apo, ka me pru Allah dikon me kallëzu se ke mri këtë, ja, ka dikush që ma shumë se të din apëtan. Apo, andaj, Musa alayhi salam, kur ka pas përshtypje se e ka përfshi dijen në aspektin njerëzor, ja ka dërgu Allahu xhallahu ala një njerëz që mi ka thënë se ka dalë se ka diçka që hala kam që i mësoj njerëzve që të nuk e dinë ata. Andaj subhanallah, kur mos mendon dikush se është fundi i dijes, se është fundi i kuptimeve, mos mendon kur dikush se që kjo është dhe mos soi veç ka marrë njerëz me përsërit, se s'ka tjetër. Ja, kur apëton. Nga se zbehet madhnia ndaj Allahut të zgjerë shtapëton. Allahu ka me dëshmu vazhdimisht tek njerëzit se ka hala që ka i mëson njerëzit hargjohet kur apëton. Njëjtën temë, njëjtin ders këna me kallëzu 100 hoxhallar edhe kanë marrë hala versione, hala më të mira apëton. Nësa për jenë të kallëzu për Allahut el-Muhit, a kemi kallëzu këta? Wallahi edhe 100 hoxhallar tjerë me u mobilizu, me kallëzu njëjtën temë, keni me pasë, ka me pasë që ka më thonë, jashtë aksaj që po thuhet apëton. Apo, përshka këse Allahu xhallahu ala
Ka që ka ju mësën njerëzën nga al-muhit. A kana mundësina me përfshi emrin Allahut al-muhit ke dijen? Absolutisht. Asë një gjë për i kësaj apëtën. Pas sa Allahu xhallahu ja plej apëtën. Prandaj edhe zburimet shkencore. Shiko për shembull, sa është rrit mundësia dhe kapaciteti i zbulimeve, prapë ka smundje pashoruese. Pse? Illa bi idhni. Pas me lejen e Allahut azza xhallahu apëtën, apo a shiko si Allah i mposh ditë për ditë 5 dorëzon subhanallahu. O 5 dorëzon. Ai po i ka thënë çuna, ju po pretendoni se e keni mësuar këtë me i dini apo? Hajt gjene ilaç nëse hajt gjene. Hajt merrne. Ju keni pas përvojat shumë të njerëzore. So smundje kanë qenë fundi njerëzimit. Kanë vdek njerëz me dhjetra, me qindra, me mira njerëz kanë vdek për smundjeve që sot trajtohen thjesht si një grip. Apo? E pse ata atëherë se kanë ditë, e ata mas atyre kanë ditë? Jo për shkak se o zhvillu shkenca apëtën. Ja, apëtën. Jo për shkak se kanë arë njerëz më të meqëm. Jo, vëllaj, apëtën. Po për shkak se wala yuhituna bi shay'in min ilmi. Apo? Njohja e ilaqit. Kujt është? Allahu të zhë, ajo është dije e ti. Ajo është diturie e ti. Njohja e zgjidhjes së këtyre probleme, njohja e kësaj është dije kujna. Është njohja e Allahut azza xal. Ai ju jep krijesave aq sa don ai. Aq sa Allahu xhala xhelaluhu. Prandaj sikur që e ka përmend, sa është kombinimi i mirë, wallahi që një musliman të mirët me shkencë, me çka do qoftë, pilamive shkencore ato. Qoftë ato që kanë bëjnë me mjekësinë, qoftë ato që kanë bëjnë me biologjinë, me kiminë, me fizikën, me ekonominë, me shumë gjëra që kanë bëjnë me shkencën. Çka do qoftë ato? Apo edhe diturim për atë që i duhet në këtë lami, i thot Allahu në sejdë, o ti i gjithdijshëm, më jep nga dija jote që të eci përpara aftën. Kjo është kombinimi më i mirë i mundshëm vallahi aftën. Ka sekret ato që i mësojnë të Allahut janë. Ato janë ligji i Allahut, ajo është dituria e tij. Kërkoja prej tij dijen të hap Allahu xhallahu ala dijen. Prandaj shiko subhanallahu. Sa ka përparuar sot bota në kuptim material, në momentin kur bartës e dijes janë ata që sëllim për Allahut azza xal. Amma Allahu ka dhënë, veç sa u ka dhënë Allahu nga kjo dije, sa ka për të botë aftën. Para mendon në vend të këtyre shkencëtarëve, e studiuesve të sotshëm, që mirën me përparimin e shkencës teknologjisë, të jenë ata që bojnë sejdë. E përparimet e zbulimet e tyre pastaj sa kanë mirësinë mirësi njerëzimit, 10 fish më shumë se kjo që ka sot aftën, vallahi. Shumë më tepër aftën. Sa i ka sjell dobi njerëzimit zbulimi i telefonit aftën. Kjo bëhet bazë një ligji, kjo telefoni marrur me plastik, ajo është mjet që funksionon në bazë një rregulli. Kush e ka ditë këtë rregull prej fillim kur e ka kriju? Allahu xhallahu ala. Në kohë të caktuar e ka heq perdën, merrna, pe u jap aftën. Merrna shërbanu me ta. Merrna lehtësojani vetes juaj punën e juve. Lehtësimi i transportit prej Devës, Kalit, Gomarit në aeroplan. Kush i ka mësuar njerëzit se ajri ka peshë? S'kan ditë, apo? Mush me hyp me ta, ban të man, si toka të man. Ujë të man. Njëjtë, kush i ka mësuar njerëzit? Allahu xhallahu ala, u ka shfaq në kohë caktuar aftën. Sa kemi përfituar vëllezëruar nga aeroplani, edhe na si musliman. Apo nga ky zbulim. Edhe pse e ka zbulu kush? Ai që ka dije se ka kërkuar pe Allahut, pa Allahu se ka kthyer ato individualisht, po e ka shikuar krijesën e vet, në përgjithësi ka bërë Muhamedi, ja ka mësuar atij që ka lyp. Para mendoj të kish me qenë çaj që ka zbuluar aeroplanin, ai që e kish lyp për mesazhet aftën. Apo vallahi padyshim ndoshta mendoj që edhe fatkeqësit ajrore kish me kon minimum shumë më të vogla aftën. Nga bereqeti atij që ka zbuluar aftën. Ndoshta kish me qenë hala më i sofistikuar aeroplani se sa që është, nga bereqeti atij që nësisht e ka lyp Allahut më dhon këtë mundësi aftën. Wallahi ndonë shumë medikamente që sot njerëzit ja kanë pa harë që shërohen. Kishin marrë nga ai që kishte bismillah kur e bën përzirjen e saj, kishte më qenë shumë më efikas se sa që ka efikasitet aftën. Për shkak se kjo është dija e Allahut azza xal. Ai e jep kujt don aq sa don. Ai jep, por nëse jipet thash në mënyrë të kërkuar me rahmet dhe me sejdë, e ka bereqetin tjetër aftën.
Pra është përgjegjësia e muslimanëve që këtë dije të Zotit ton, që ata që po na e shohin Zotin, po përdorojnë për saj, të jemi ne ata që marrim se jona është Allah. Kjo është dija jon. Kjo është dija atyre që Allah na dhuron. Jo ja jam edhe jotja. Jo, s'ka bëke me mua me ty. A është dija e Allahut kjo? A është ligji i Allahut kjo? Po kjo më meritor për këtë dije ata që Allahut i bën sejdë. Kjo është më meritor. Kush është më meritori për pasurinë e babas Allah? Kush? Djali vet. Para mëno, djali me të fukara, babë me shkip pasu dikun tjetër. A është pamje e bukur? Kur djali nuk do në refuzon, a du një jap dikujt. Andaj, Allahu Gjalla Gjelaluhu ka vendos që njerëzë me ua lehtësu do punë këtë dunja. Ata që pritet për tyne, me qenë barë se këti lehtësimi, ata flajnë. Ata miren me zvete. Ata miren me problemet e një tjetrit, me përgojime, me thashethame, ata që tu janë. Ata ala kanë kaos në jetën e tyre, ala nuk din me dalë ku duhet. Hala nuk din me majtë punën që shduhet. Hala nuk jem principile së duhet. Po diku duhet me adhonë. Jep diku që mere të për lespaku, të shojnë halin tjerë të apëta. Por meritor për këtë, kush është? Ata që Allah t'i binë se gjithë apëta. Ka se kjo është dhja Allah të zogjel. Prandaj, është përësi gjithve neve. Po flasë në rafën shkencor, edhe në rafën e dijes shariatike, ligjeve të Allahut azza wajal, shariatike, jo ato kosmologjike që fola për to. Edhe për to është përsi gjithë neve që na t'ua lehtësojmë njerëzve jetën, edhe udhimin drejt Allahut xhallahu ala me atë dije që Allahu xhallahu ala ka dhënë pe dijes së tij apo. Nëse nuk ua ka shpërndar Allahu njerëzve dijen për t'ua vështirësuar krijesave. Nga se vështirësia vjen mungesë së dijes. Andaj njerëzit e dijes duhet me lehtësu në bazë të dijes. Jo me vështirësu ose me lehtësu në bazë pa dijes. Qase ka lehtësim edhe pa dije. Ka lehtësim shumë pa dije, por lehtësimi të bëhet në bazë të dijes. Qase dija ka për lehtësim, jo për vështirësu jetën e njerëzve. Dhe për fund që duhet me thonë, pej përfitimeve, jo e fundit, nga se fundit s'ka kush që të pikën kësaj pune apo. Por për dersën e sotshëm është se Allahu Gjallahu Ala është el-Muhit. Dhe përmendëm se prej kuptimet e el-Muhit është gjithë përfshirja. Na a kemi mundësi, vëllezëruar, që të përfshim nga dia çdo gjë, sikur se përfshin Allahu Gjallahu Ala, nuk kemi mundësi. Por a kemi mundësi me përfitu nga këtë gjithë përfshirje, për shembull, një punë që dënë me e bo, një musliman, një vepër, një vendim që dënë me e marë një musliman, një gjykim që dënë me e nëzirë një musliman, një projekt që dënë me njësë një musliman, a e ke përfshi me dije në nivelin të njerëzor nga të gjitha anët, apo kemi shiku veç një aspekt, po bajke, mirë është, po këshur jënë 10 aspekte tjera, me e bo me i pas parasysh, se kështë e bo këtë punë apëtan. Ande el-Muhit, në mësën që të ndërmarim masët e duhura për mbarvajtën e sigur të projekte dhe prive të unapën. Jo me shikojmë një aspekt, nga se një aspekt nuk ka përfshirje aftën. Përfshirje vendimin tënd me dije nga të gjitha aspektet. Qasju kësaj nga gjitha anët. Dhe sikur që e kam përmend dietarët, një metodë efikase gjithashtu në këtë tim është vendose një vendim përpara, apo edhe filloj me e gjujt me anti-vendime. Jo për mja bo veti bajat, ergasoj, por për mja ashtu qëndrëshmërin këti vendimi aftën. Sa ma rezistent që është vendimi nga të gjithë thasurmet e jashtme, ma i qëndrushëm është aftën. Të paramëna për shambull, kur ti do me kontestu vendimin e një djetari, i cili atë vendim e ka marrë, edhe duke shikuar usuli fikun, edhe hadithin, edhe tefsirin, edhe këtë, nga të gjitha anët e ka shikuar dhe ka pru që të apëtën. Na shikujmë nga një kënd, i ngusht, apo? E i themi, keqe këpëtën. Edhe i thush ati, gabim është këpëtën. A i veç të thot një anti-trup, e vëllë së më paskaron mena apëtën. E mësë bakshë gjithë me të thuj dikush, du të me të ronë mena dhe kjo të një hajde. Apo, po le të binë men bajgë dësën e tjera,
apo që kur të vish me ne, tani e dim që nga të nëndë kemi këshyr, ama jo me një fjallë me të këthy njeri apëtën. Sikurse ka ndodhur me Shejh Albani rahimahullah, i cili e ka shpall një hadith të sakt. Dhe Shejh Albani rahimahullah ka qenë prej atyre të cilët do të thotë nuk kanë nxjerr vendime kallaj. Por që ata dhe vendime që i kanë nxjerr bëjë vështirë me arzu apëtën. Me arzu me dije se me ignorant që rrezojnë ata të rrezumt nuk kanë mundësi me rrezu kërkan, pa i rrezu me këto që ka rrezu dikon tjetër. Apo sa ai që të nga pozicioni i rrezimit, çysh se ty nuk të kom apëtën. Apo të shumë komet pa që e qut. Ai që është i rrezum, të shet rrezum. Apo andaj këto që e ka rrezu filin alimi. Të rrezum këto që i ka rrezu xhallat. Jo, ai është i rrezum. Apo vetë çau e shese, kën komës Allah, kësë rrëzu. Ama kur je poshtë, e shefë të vejnë mrapsht. Jo, mrapsht je ti duesh më këthy marë, për një pasën e në marë. Jo që u këthy dyne e mrapsht Allah. Andaj e ka marrë një vendim Shejh Albani për një hadith, sa është hadith i sakt. Edhe njoni ka dorë, edhe nuk është njoni, po njëri dijes, apo, por se ka pas parasysh emrin Allah el-Muhit se duket atë. Se duhet për shumë anëm ju qasë një punë apëtën. Jo është një aspekt e këshyrë dhe pigrahëm në apëtën. Jo, perfeksionoje nga shumë aspekte. Nga se nuk duhet as me e friksu vetëm për te nevojës, por nuk duhet, apo, me e liru vetës për te se duhet. Mirë është inshallah ka me shku, hajtë se duhet me pas kujdes këtë te me mesatar të kërkuar fetar. Ka shkuar dhe i ka thonë Shejh Albanit, kjo hadith që ti ka thonë se jo daif. Së është sahih. Ka thonë Shejh Albani, pse on daif? Ka në përshkak se që kjo transmetues që shtapën. I ka thonë Shejh Albani rahimullah, e çka në qoftë unë t'i bi një dy rrugë tjera që hiç s'u vyn këtë transmetues, një dy rrugë tjera që janë transmetues saglam, unë me ta i kom kështu, se ku vjen me ato që po thotë japën. Valla s'm pas ka rënë mend apo. Valla do të më thonë mend. Do të më thonë mend që nuk e kam vesh një udh. Apo nga sa hadithi mund me koni dop nga një rrugë. Po i ka një dy të rrugë tjera që janë të forta. Për shembull, unë e kom thonë një fjalë. Edhe për me e kanë marrë 5 vet. Apo dy prej tyre janë të njëjtë, shtërnojnë fjalë. Ata janë hiç saglam. Apo edhe kur nin dikush tjetër, kush ka thonë që ka thonë kështu fjalën? Jo më sa i shtërnon fjalë gjithë apo. Po me kon që vetë kjo që është po tutesh. Ja, janë një tre tjera, ata janë sigurt, apo ti si këta do të rreq? Ti i ki mjaftuar këta tre tjerë që të mjafton me shpallë sa di është i sakt, apo? I ka thonë Shejh Albani rahimullah, ka thonë, unë kush ka thonë ti që pisë rrugë kum qyr. Unë i kam në dy rrugë tjera. U shku njëri mas një vjet, ka studiu një vjet. Orë dhe pëtë Shejh Albani rahimullah. I ka thonë që ta shih, edhe që të rrugët që i ke kallzu, që ato i kum qyr apo. Edhe ato jo keq. Ja ka pru Shejh Albani rahimullah një argument tjetër. Apo? Edhe ka thonë, vallahi që kjo s'u pas ka rënë mend apo. Po, ta shty s'ka rënë mend, dikujt i ka rënë mend. 3 herë ka ardhur ashtu për 3 vjet me radhë. Apton e shehitu i thon, edhe që ta edhe çka do të më thonë mend. Se një esperës na bimë se po valla. E pa këshyrë që ta më kish dalë çto. Po, dikush e ka këshyrë. Edhe i ka thonë Shejh Albani rahimullah, o valla mos u lodh për këtë punë apo. Që ky hadith që 15 vjet e para syve të mi që to, edhe s'jam të folën apton. Mas 15 vjet e kom qit për të nënë dhe kom qit apton. Bajegi punë dyn me mërzu apton. Ti në shtarzan po që në 15 vjetë e këm para durve të mija që tu, jëm ka e këqyri juhit, jëm ka i silna për të nënve, a ban në zban për të nënve, e tani e këm qitë mendimin. E ti donë mendimin, Shejh Albani rahimullah, Shejh bin Baz ulemat e mdhaja, po, ka 50 vjetë ju kanë silë punëve për të nënve, edhe kanë zhiti mendim, dikush ju ka silë, as se ka po, heq bile, apo, thot, keqe ke punë. Ndaj që këta ulema, pika ke po që e keqe vëllat. Ti piku e din që keq. Ose për shembull, bëhet fjalë për një projekt. As lën me fol, s'bën kjo. Po ti ka thënë Allah, pse i qese vetë pengesa? Pse i qese vetë pengesa pa qenë? Hajde të studiojmë punën mirë. Prandaj mendoj që shumë projekte të neve që kemi janë të pastudiuara. Punë. Edhe realitetin në masë që është atë. Na as nuk dim për shembull, flasim për shembull, kur flet për amoralitet në shoqëni apo. Ne nuk gjykojmë për prishjen e moralit në bazë të statistikave që kemi bëu apo.
Apo, po në bazë të veshjes që e shohim. Kjo s'ka çashtu apo? Këtë femna që dalin me tesha të shkurta, do të thonë që në pamoralshme apo? Ashtu kjo bëhet trend fatkeqësisht, kjo bëhet rregull. Apo i jetës është normalizuar. Por kjo nuk do të thonë detyrimisht që kjo jap me kuptuar se naudhu billah krejt to janë të gatshme me bë moralitet. Larg asaj. Apo ose për shembull po duket ja caktuar me çën çështni. Studimi valla me ditë ku kena shku, ndoshta diçka rrit më shumë se që na merr mendja. E diçka është më e vogël se që na merr mendja. Studim rana xhamatit ton, problemet me pas çasin nga gjithë anët. Nga se kjo është ajo që kërkon emri Allah el-Muhit. Nga se nëse nuk dim dhe nuk kemi çasin nga gjithë anët, ngutemi ngutia na bën sherr atë. Jo që na keni këtë problem. Po çdo njeri ka këtë problem. Madje si problemi janë shfaq pejgamberëve të Allahut, kur s'kan pas çasje në zhvillim të caktuar nga gjithë anët. Kush është për shembull këtë drejtim? Ha? Musa alayhis salam me Khidrin aftë. Khidri ka thonë fillim: "Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Ti çush kemë bëu sa për çka që s'ki përfshirje nga të nënt, ti s'din. Nga se s'ki qasjen ta, s'u bën sabër atë. Prandaj kur e ka shpuan anijen, ai normal, ti midis ditë më për anijen, ç'a më mënuan për këtë punë. Ti vesh vetëm me myt mu, apo? Ka thonë çush për ç'pan anijen, le tu greka ehlaha, ti po të më na zhyt tonë në fund ditët të vëlla. Mi po tek ish dit Musa sa ato çka din Khidra kish më fol? Ja aftë. S'kish më fol. Që ata kur e ka kallzuar në fund, që kjo është ajo çka, kjo është një kant që të ka ik ty. E në qitë kant të vdekur se ke pa pamin, që ata i ndesh me kundërshtim aftë. Ke pa është një kant i dekun aty në kerr, në pasqyre. Që ai kant nuk e sheh kerrën. Me bo që aty me i, mu kysh në kus duhet të rrug. Po ku ke se pash? O kon në kant në vdekur, që ti s'ki qasën, ti se ke pa ato aftë. Në janë do kandët vdekura për shumë njerëz, e për dikon janë gjalla. Dikush i ka gjalla ata kandët, dikush i ka dekëne. Apo, mos dikon në bazë të vdekshmërisë së pamjes tënde. Po respektoje gjallërinë e pamjes së dikujt Allah, se e ka pa dikush këtë punë. Andaj i ka thonë, "Okej, fa tasbir." Unë ti shkruaj bo sabër ti, po çudita me ty. Për diçka që malem tuhit, shikoj tuhit, muhit. Ti ski hata ti ski përfshirjen këtë punë vëllai, ti ski çasën këtë sen. Edhe që shtu ka ndodhë, ka që muanin një kakësi Musa alësam. Ta një mos e madhe, para na, thmija të lujt me tëp, ka thonë ati, veç pak pa e ka për thikën e ka mytë thmina. A unë do billah, ka e mytë njërin, që e mytë e këtë thmi, sa bije i mytë. Apo, që koso të mërsh me duken veprimet e jashtë, ma. Mirë po, kanë thonë Arab, idha urife sebeb, betal el ajab. Idha urife sebeb, betal el ajab. Kur dihet arsyeja, apo largohet hutia. Për çita ajo që është mirë kap. Apo për çita kur jetash ai habitun me veprimet e Khidrit, hiç vallahi apo. Hiç që më habitun. Jam i mahnitun, sa mirë ka vepruar apo. Edhe pse në fillim e koni habitun, apo veç një njohje, veç një sene që njoft nga habia ka lënë mahnitja apo. E sa ka veprime të mëdha të shumë të ndavet e njët, që veç një informatë të këshumë dit, krejt më ndryshe shumë sidhë, e ketë këshumë më ndryshe, e në qofë se nuk përfitojmë nga studimet, nga përvojat, bëhemi vetë barës të përvojave, e hjekum njëre mirë një 10 vjetë, ta një morëm vesh, nga të gjithë thanë të kena përvu, po jo me dije, po me shpinë, apo me përvoj, me mund, që nuk është dash kejto me i bopta. Por, ti qasemi projekteve, duke i studuar, duke i shikuar, ti qasemi dijes nga të gjitha anë të saj. Aqë so ke mundësi me ditë për një sen, mundohë me ditë. Për ne përfund duha me thona që e ka thonë Selefi, në lidhje me diturin dhe përfshirin e besimtarit në këtë dituri, kanë thonë djetarë të ershëm, kanë thonë, mundohu që nga gjdo gjë të dish diqka. Kjo është kulturë e përgjithshme. Apo? Nga gjdo gjë të dish diqka. Din pe kësaj diqka, për gjithë shka të mundohu të dish diqka. Nërsa mundohu për një gjë të dish gjithë shka. Apo? Një gjoje që ata krejt qka është të mosh me ditë, ka me ditë për qëta. Krejt.
Për një gjë mundo me ditë gjithçka. Nëse ju ke rrok për shembull biznesit, mundo krejt çka ka të bëjë me të me ditë. Ju ke rrok shkencës, mundo krejt çka ka për të me ditë. Ju ke rrok kësaj fes, mundo krejt çka ka për të me ditë. Mundo. Sa është krejt mundo me ditë. Mos u mjafto në profil me ditë nga krejt ka diçka apo. Për shembull, si me kon njëri hoxh, apo tash ajo është profilizuar për me kallzu për fe. Ai nga çdo se din ka diçka. Din që tefsiri mirët me komentimin e Kuranit, nuk është fik, apo edhe din një dy tefsira apo. Ama në kohë të kësaj nuk ka diçka që bash gjithçka din pesaj apo. Edhe në shkencë është besimtari, kemi profili përgjithshëm. Jo, ku është e profilizimeve. Kemi nevojë me pas njerëz që për diçka din gjithçka. Jën adresa të referencave tona për çka na duhet. Apo të vim për çita, çellozuesi. Apo të vim për çita, që keq ka din për çita apo. Që kjo është el muhit. Të kemi njerëz që kanë përfshi për diçka gjithçka. Ato çka të kenë mundësi. Në nivel njerëzor normal, se gjithmonë ka me pas dikur që mas ne vjen, kallzon që ja ti, si ke ditë, komet diçka se ke marr ti, po ta ka jap dikush. Ama mundo të marrësh pe Allah sa të mundesh. Me kontribut me sakrificë, që nga diçka të dim gjithçka. Kjo gjithçka nuk është në raport me diçka, po në raport me mua, o gjithçka. Gjithçka që kam unë me ditë kom mësuar. Do sa jetë diçka, u më të halat gjithçka të më ditë dikush mas më japton. Dhe kjo është një ndikim i rëndësishëm i emrit të Allahut El-Muhit, që na mundson që të ndërmarrim masat e duhura për të marrë vendimet e sakta të vërteta të duhura, të matura, për të hyrë në projekte të qelluara, apo dhe për të informuar për dije të mjaftueshme për atë që na duhet, që të pavarësohemi nga të tjerë të Allah, të kemi musliman që din gjithçka për atë që na duhet. Nuk kemi me konsultu kërkoni jashti, gazet ai nëse nuk e din, thot sonte inshallah. Inshallah sonte e kçyri, po ju në libër veç apo. E kçyri bjen, edhe sonte në sejdë pak e kçyri, pak libër. Të dyjet ka pak e kçyri, në sabat ka lloj çarçe vapi apo. Që se kemi nevojë me ditë apo. Çdo aspekt, çdo rraf jetës tonë, që me të vërtetë jemi një umet, një komunitet i cili me të vërtetë bashkëpunon mes vete dhe ecë përpara sikur na ka mësuar Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo është e fundit gjashtë me thonë lidhje me emrin Allahu xhalla wala al-Muhit. Allahu xhalla wala Allahu xhalla wala që të na përfshijë me rahmetin e tij. Dhe Allah në që të na përmirëson gjendjen tonë dhe të na mundson që të jemi në rrugën e drejtë në këtë botë të shpëtuar në botën tjetër. Me kaq po i dhe fund sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira.